Selamu alaikum shikues të nderuar. Data 9 dhjetor është dita ndërkombëtare kundër korrupsionit. Kjo dukuri çdo ditë e më tepër po lëshon rënjë në vendin tonë. Është edhe këtë vit raportet e ndryshme ndërkombëtare, por edhe statistikat vendore tregojnë për rritje të përmasave të korrupsionit. Nëse kjo dukuri nuk parandalohet ose nuk i ngushtohen hapësirat e zhvillimit dhe e rritjes, shoqëria rrezikon të preket nga kjo sëmundje në masa të gjerra dhe rrezikohemi nga shkatrimi. Për të diskutuar këtë temë, kam të ftuar mysafirin Hoxhën Alaudin Abazi, me cilin do të flasim rreth çështjeve të cilet i kemi paraparë gjatë këtij emisioni, e ndërkohë edhe do t'ju sjellim intervistën me deputetin Gzim Kelmendi. E tani i dëshirojmë mirëseardhje Hoxhës. Selamu alaikum Hoxhë, mirëseardhët. Aleikum selam, mirësejgjë. Hoxhë, na thoni si e përkufizon feja islame korrupsionin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Fillimisht lavdrojmë Allahun e Madhërisht, i çojmë salavat dhe selame pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Vërtet korrupsioni apo rushveti është do thot një fenomen fatkeqësisht që po vrehet, që po përhapet vazhdimisht jo vetëm në shoqërinë tonë, po në përgjithësi në botën bashkëkohore, nëse mund ta quajmë ashtu. Dhe qasja e Islamit ndaj këtij fenomeni është shumë i qartë dhe që nga fillimi i shpalljes dhe ardhes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka vënë themele dhe baza karshi do thot kësaj vepre në përgjithësi. Dhe sipas mësimeve islame kuptohet do thot korrupsioni apo mitoja apo rushveti ka disa definicione, po ajo me cilin mund ta përkufizojmë në këtë rast është se mitoja është apo dhënia e mitos apo çdo gjë konsiderohet do thot si dhënia e mitës nëse njeriu jep një pasuri dhe me atë pasuri ai legjitimon një të padrejtë ose cenon dikujt tjetër të drejtën. Do thot me atë pasuri do thot se e ka dhënë, arrin do thot të një diçka që nuk ka të drejtë apo nuk është e tij, faktikisht e legjitimon atë, e përligj, e përvetson me anë të dhënies së kësaj pasurie dikujt i cili i ndihmon atij për me ardhur tek ajo e padrejtë e tij. Ose edhe kundërta, një diçka që dikush e ka një të drejtë, ky t'ia cenoj atë me anë të dhënies dhe të përfitoj do thot nga kjo. Zoti më shpëton. Atëherë Hoxhë, çfarë tregon fakti kur një dukuri negative e paqen më parë në një popull përhapet me masë të madhe? Këtu luajnë rol shumë faktor, do thot në përhapjen e kësaj dukurie, do thot në shoqëri. Nga më të rëndësishmet janë ato se vërtet njerëzit do thot kur e humbin besimin e qartë dhe nuk e kanë parasysh mbikëqyrjen e Allahut të Madhërisht, krijuesit të tyre, dhe faktikisht do thot nuk e kanë bindjen se vërtet në veprimet e tyre kanë mbikëqyrsin Allahun e plotfuqishëm, atëherë e bëjnë apo e lehtësojnë do thot këtë punë dhe e konsiderojnë si diçka të thjeshtë. Pastaj këtu ndikon edhe çështja e mosvetëdijësimit të shoqërisë në përgjithësi për dëmet që mund shkaktoj do thot nëse përhapet ky ves në shoqëri. Pastaj janë disa faktorë, ndërto është edhe çështja e frikës së njerëzve, duke mos kuptuar se vërtet furnizuesi dhe do thot rizq dhënësi është Allahu i Madhërisht, për arsye se një nga emrat e plotfuqishëm është Ar-Raziq, që do thotë se ai është që u jep njerëzve pasuri dhe ai është ai që u merr njerëzve pasuri. Prandaj nuk është do thotë përfitimi apo ardhja deri te pasuria vetëm një veprim me cilin njeri vjen aty edhe merr edhe posedon edhe ai ta trajtoj veten si njeri të pasur, për arsye se më thelbësore tek njeriu gjithsesi e muslimani është si themi ne bereqeti i asaj pasurie, për arsye se ka mundsi njeri shpeshherë me fitu një pasuri, po mi dala e pasuri nga dora, duke mos e kuptu asaj vetë se ka hi ka shku. Hoxh, si ka mundësi që dhe si ai ka hije një shoqërie
që të përhapet në të korrupsioni në masë të madhe kur dihet që ka një përqindje të madhe të komunitetit musliman. Vërtet kjo është diçka për tu shqetësuar. Për arsye se unë si thash pak më herët, ndalimi i këtij vesi në mësimet islame është shumë i hershëm. Dhe vërtet ne si hoxhallar dhe njohës të gjuhës arabe dhe në të njëjtin kohë njohës edhe që ke mundësi të lexojmë mësimet ato libra shumë vjetra të muslimanëve që kanë shkruar për ligje dhe dispozitat e ndryshme, kur e përmendin këtë fenomen është shumë i hershëm. Dhe muslimanë vazhdimisht kanë pas një kulturë dhe një qasje ndaj për me shujt këtë fenomen. E shohim neve që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam raste kur i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ka tërheq vërejtjen për këtë punë. Mund ta përmend vetëm shembull hadithin ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që besimtari kur të vdes dhe shkon nga kjo botë, pyetjet e para të cilat do t'i drejtohen janë 4. Ndërto është se pasurinë të sën e ka fitu, si e ka fitu atë dhe si e ka shpenzu. Që nuk kupton që nuk është një gjë që njeriu vetëm me arritë pasuria, por duhet me kuptu se ajo arritje duhet me qenë konform rregullave dhe në përputhje me gjërat e lejuara. Pastaj edhe ana tjetër se ku e shpenzoj atë. Edhe kjo është përgjegjësi për arsye përderisa ti e ke atë pasuri, nuk duhesh ti ta shpenzosh atë në gjëra të palejuara dhe në gjëra të kota. Kemi shumë citate të cilat vërtetojnë dëmin e mitos, ashtu siç thotë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që Allahu xhallahu ala ka mallku atë i cili e jep miton, personin i cili e merr miton dhe personin i cili është ndërmjetësues në këtë pazar të keq. Që nuk kupton se në gjitha aspektet është një vepër e cila sipas parimeve të islame arrin në mëkatet e mëdha. Duke pas parasysh këto citate, kur i kthehemi pastaj edhe aspektit praktik të muslimanëve, nuk them vetëm te ne në Kosovë, po edhe në Gjetiu, në përgjithësi në botën islame, atëherë vërtet vërejmë se ky ves është shumë i përhapur në mesin e muslimanëve, ashtu siç është i përhapur edhe në shoqëri tjera, po edhe musliman, edhe pse feja e tyre në formë shumë prerë u ndalën këtë vepër, megjithatë ka përhapje tek musliman, dhe shkaku i gjithë kësaj është se vërtet musliman sikurse në shumë mësime islame janë të larguar dhe njohuritë e tyre janë shumë të zbehta, edhe ky është faktori kryesor. Këta janë edhe shkaqe që sjellin deri tek mundësia që njerëzit të bëjnë korrupsion. Pra, edhe pse në vendin tonë jetojnë mbi 90% të muslimanëve. Për arsye se shumë njerëz, edhe pse ndoshta janë musliman apo i thojnë vetes musliman, nuk i kanë parasysh se këto gjëra janë të ndaluara për shkak të mëspari të mosnjohjes. Po tash edhe aspekti tjetër është se preokupimi i tepërt i njeriu në kohën bashkëkohore pas grumbullimit të pasurisë edhe këtyre gjërave i bën që ndoshta shumë tejkalime ti shikojnë ndërmjet gishtave dhe mos të ndalen faktikisht edhe ta ndërgjegjësojnë veten, po dëshirojnë të mos t'i mendojnë fare këto, duke synu vetëm atë fitimin në thojza të cilën e supozojnë nga ky përfitim të cilën e arrin me anë të marrjes apo dhënies së mitos. Hoxh, ne do të bëjmë këtu një shkëputje të shkurtër. Të nderuar teleshikues, tani do të ndjekim intervistën që kemi realizuar me deputetin në Kuvendin e Kosovës, doktor Gzim Kelmendi. Zotëri Kelmendi, fillimisht na thoni se çka është korrupsioni, si përkufizohet ai? Po, fillimisht edhe njëri ju falenderoj edhe për ftesën edhe për angazhimin e juaj serioz për informimin sa më të drejtë të opinionit të vendit, po dhe më gjerë. Sa i përket termit korrupsion, mendoj se nuk është një term i panjohur as për vendin tonë, por as për popullin përreth. Por fatkeqësisht në kohë të fundit në vendin tonë, veçanërisht në vitet e pasutës, është duke lulëzuar për masa mjaft të gjëra. Prandaj në aspektin terminologjik gjuhësor nuk ka ndonjë definicion të caktuar, por në kuptim plot fjalës korrupsionin kupton shkeljen e detyrës së rënd, është një dikuri, është një fenomen denigrues që karakterizohet me shkeljen e detyrës dhe përgjegjësit
me qëllim të arritjes së ndonjë përfitimi i cili i është premtuar që të arrihet një qëllim jo i drejtë, jo legal. Kjo është kuptimi terminologjik sa i përket korrupsionit. Termin korrupsion deri para luftës shumë shtresa të shoqërisë nuk e patën dëgjuar dhe nuk e dinin kuptimin e kësaj fjale. Tani e din për të edhe fëmijët, megjithatë, a mund na tregoni se çfarë përfshihet në korrupsion? Është vetëm mitomarrja apo më shumë se kaq? Po, është vërtet që korrupsioni është aktualizuar në vendin tonë kryesisht në periudhën e pas luftës, nga se pas luftës si shtet i ri i karakterizohemi në periudhën e tranzicionit, kemi kaluar nga një sistem socialist në një sistem të ri, në një sistem demokratik, dhe vendet cilat e përjetojnë këtë tranzicion, edhe korrupsioni lulëzon dhe gjen hapësirë dhe mjedis ku të zhvillohet edhe më shumë. Ndërsa sa i përket kufizimit vetëm në mitmarrje, nuk mund të themi se korrupsioni ka të bëjë vetëm me mitmarrjen, për faktin se korrupsioni është çdo shkelje, si e përmenda në fillim, çdo shkelje e detyrës nga personi përgjegjës ka të bëjë me korrupsion, qoftë në formën materiale, qoftë në formën personale, qoftë në formën profesionale dhe morale, nga se në korrupsion është edhe avancimi pa drejt i dikujt në pozitë përballë tjetër kujt që është më meritor, apo punësimi i tjetër kujt përballë tjetër kujt që është më meritor. Do thotë gjitha në shumë fusha kemi të bëjmë me korrupsion, por jo vetëm mitmarrje, nuk kufizohet në vetëm mitmarrje, por është një diapazon më i gjerë i përfshirjes së korrupsionit. Nga leximet e juaja, cili është fati i popujve dhe shteteve të cilët janë të zhytur në korrupsion? Po, në përgjithësi, në çdo popull i cili është i zhytur në korrupsion, e ardhmja e atij vendi padyshim nuk është shpresënse. Është e rëndë, ne kemi edhe përvojë të gjitha vendeve, qoftë në rajon edhe vendeve më gjerë, të në ato popull ku ka lullëzuar korrupsioni, vazhdon të jetë jo i zhvilluar në masë mjaft të duhshme faktori ekonomik, por edhe shumë faktor tjetër. Prandaj korrupsioni jo vetëm që ndikon në integritetin personal të njeriut apo individit, por ndikon në shoqërinë përgjithësi të atij vendi dhe në shtetin e përgjithësi, për faktin se prapë e potenciojmë vetë korrupsioni, sidomos në kohën aktuale ku ne po jetojmë sot, një ndër kriteret të mbështetjes së donatorëve, investitorëve të huaj, por edhe vendeve përreth rajonit dhe më gjerë, është që ai vend spaku të ketë shkallën e korrupsionit, nëse jo zero shumë të ulët. Për informatën e juaj, në raportin e fundit të progresit që ka marrë Kosova në vitin 2013, që është raporti i progresit për vitin 2012, ceket mirë se është shqetësuese për gjitha vendet e Bashkimit Evropian, shkalla e lartë e krimit organizuar në Kosovë dhe korrupsionit. Dhe kjo i demotivon edhe donatorët, edhe vendet e huaja, edhe gjithë të tjerë që janë të interesuar të zhvillojnë biznesin, që të ndikojnë rritjen e zhvillimit ekonomik mirë fit Kosovë. Shkolla e lartë e korrupsionit është demotivuese dhe dekurajuese për gjithë ata që shprehin gatishmëri të investojnë në vendin tonë. Prandaj kjo është një ndër arsyet se ne ende nuk kemi arritur të thithim shumë donatorë, shumë investime të huaja për faktin se kemi shkollën e lartë të korrupsionit të zhvilluar në vend. Po, na thoni tani, cilët janë faktorët që ndikojnë në përhapjen e kësaj sëmundjeje të shoqërisë? Në shoqëri, do thotë ashtu si e përmenda kur ishim edhe më herët, faktor padyshim që ndikon periudha e ndryshimeve të sistemeve. Ne si një shtet i ri jemi në periudhën e tranzicionit, kur kemi kaluar nga një sistem socialist në një sistem demokratik. Kjo është faktori i parë. Faktori i dytë është mos zhvillimi ekonomik apo statusi i ulët ekonomik i asaj popullate në vendin ku jetojnë, ndikon që lullëzon korrupsionin në atë vend. Ndërsa, unë si pikë të veçantë, mbi gjitha këto dyja që i përmenda, kisha me potencu edukimin e mirëfillt të popullatës, nivelin shpirtëror, profesional, moral, që ka të bëjë me vetëdijsimin sa i përket korrupsionit, ndërsa ne, si që jeni të informuar, kemi tentuar si vend i ri i cili ka direktivat e saj, ka përcaktuar vija të trasha në integrimin e Bashkimit Evropian, kemi kërkuar që duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian, të kemi edhe një sistem të legjislacionit apo të ligjeve ma konkretisht i cili është i njëjtë me Bashkimin Evropian, sa i përket edukimit shpirtëror, kjo ka të bëjë me procesin e mësimbesimit në institucionet shkollore, nga se gjeneratat e reja, shkollat fillore dhe shkollat e mesme janë ato të cilat bëjnë ndryshime në shoqëri në momentin kur aty u besohet një pozitë. Dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore që ne kemi kërkuar për faktin se bërthama kryesore e ndryshimit të shoqërisë, në këtë rast
edhe luftimi të korrupsionit në vendin tonë është edukimi mirëfillt i brezave. A do një thoni se nuk po bëhet sa duhet që sensibilizohet shoqëria jonë në këtë drejtim? Jo, fatkeqësisht jo, nuk bëhet sa duhet, nga se korrupsioni, të jemi korrekt, gjitha vendet, edhe të rajonit, edhe të Bashkimit Evropian, po edhe më gjerë kanë korrupsion. Gjithë kanë afinitet apo tendenca të korruptohen, qoftë ata nga pozita e përgjegjësit apo nga pozita e atyre që ofron. Por për dallimi janë me shtetet të tjera, për marrim shtetet më zhvilluara ekonomike të Bashkimit Evropian, është se ata kanë një sistem legjislativ më të fuqishëm, edhe pse ne jemi duke marrë ligjet e tilla duke inkorporuar në vendin tonë, por dallimi mes tyre dhe mes neve është se aty qëndron zbatimin e fortë dhe rigoros të atyre ligjeve kundër korrupsionit. Ne në Kosovën e pas luftës nuk dihet për këto 13 vite pas luftës që një zyrtar i lartë, duke filluar nga presidenti, kryeministri, ministrat dhe deputet, nuk është e bërë publike dhe nuk kemi raste të tilla që një zyrtar i tillë i lartë është arrestuar për korrupsion, siç ka ndodhur në vende të ndryshme të rajonit, Bashkimit Evropian, ku kemi kryeministrat arrestuar të vendeve të rajonit, kemi rastin e kryeministrit të Kroacisë, i cili ka rastis në vitin kur ishon atje në dhjetor të vitit 2012, është arrestuar me 10 vite burgim dhe kthimin e gjitha pasurive që është akuzuar se i ka keq përdorur, ndërsa të ne nuk e kemi këtë fenomen, ende nuk gjykohen. Këtë aspekt kam guximin të flas jam përveç antari i Komisionit për Shëndetësi, jam edhe antari i Komisionit për Legjislacion, i cili është komisioni më voluminoz sa i përket punës në Kuvendin e Kosovës, nga se bëhet filtrimi gjitha komisioneve tjera apo ligjeve që vijnë te ne, dhe drejt për drejt kemi çësje edhe në komisione që kanë në ligje që kanë të bëjnë me fushën e drejtësisë. Për atë arsye marr guximin do të flas për faktin se te ne jemi për momentin duke çaluar, duke ngecur në dy shtulla. Institucionet kryesore që janë të përgjegjëse për luftimin e korrupsionit për momentin nuk kanë orvaqe adekuate sa i përket luftimit, nga se vetë kanë korrupsion vetë institucionet e tyre, ato që janë përgjegjëse kryesisht, ndërsa ligjet të cilat janë aktuale nuk gjejnë praktik nga ekzekutivi, ato institucionet që janë përgjegjëse, dhe e dyta, ende ligjet nuk i kemi ashtu si duhet, të cilat definojnë qartë sa i përket ndëshkimit të korrupsionit. Përndryshe, nuk mund të themi se jemi më të këqij se të tjerët, por dallimi është se masat ndëshkimore ende mungojnë në vendin tonë. E si është gjendja në rajon në këtë çështje, pasi jemi mësuar të bëjmë krahasime me shtetet e rajonit? Gjendja në rajon, me thënë të drejtën, fatkeqësisht, për gjitha vendet rajonit, vetëm Kosova dhe Shqipëria janë në pozitën më jo të mirë, në krahasim me vendet e tjera. Sipas renditjes së organizatës ndërkombëtare Transparency International, Kosova e ka renditjen e 111, ndërsa Shqipëria 116. Kjo është në mesin e këtyre vendeve që kanë shkallë të korrupsionit. Do thotë kjo na nga thënë neve se brenda rajonit jemi më të korruptuarit. Ndërsa vendet të tjera kanë avancuar, ka avancuar Maqedonia, Kroacia, Slovenia, por fatkeqësisht ka edhe vendet Bashkimit Evropian që kanë shkallë të korrupsionit, siç është Bullgaria dhe Greqia. Kjo ka të bëjë me krizën ekonomike që po kalojnë këto dy vende. Por, sa i përket rajonit, ne si Kosovë dhe Shqipëri ende jemi në shkallën lartë korrupsion. Zëri Kelmendi, a mund të përparojë një shoqëri dhe një shtet që janë të zhytur në korrupsion? Jo, padyshim që përparim nuk do të ketë. Ne kemi modelin më të mirë gjitha vendet që kanë pas korrupsion, dhe në momentin kur kanë luftuar korrupsionin, atëherë ka ardhur të zhvillimi ekonomik, nga se me luftimin e korrupsionit rritet edhe besimi të shtetërorët, rritet të besimi edhe të popullata vendase, dhe rritet besimi edhe të huajt, kur është pyetja e mbështetjes ekonomike dhe financiare. Përndryshe, përderisa kemi shkallë të lartë të korrupsionit, as popullata dhe as ai vend nuk mund të jep sinjale shpresëse se do të vinë ditë të mira për ata, për faktin se vetveteu është e pazhvilluar dhe në anën tjetër i dekurajon të tjerët për ta ndihmuar atë vend i cili ka shkallë të lartë krimit organizuar, ka shkallë të lartë të korrupsionit. Fatkeqësisht ne në Kuvendin e Kosovës disa herë kemi kthyer ligjin për investitorë të huaj për shkak të disa gabimeve apo pakujdesive që kanë qenë qoftë teknike, qoftë politike në ligj, por ajo që ka qenë kryesore është
shqetësimi gjithë deputetëve në Kuvendin e Kosovës ka qenë që pse nuk kemi sa duhet investitor të huaj në Kosovë. Edhe kjo është arsyeja pse ende kemi shkallën lartë krimit organizuar, krimit ekonomik, krimit juridik, krimit politik dhe kemi shkallën e lartë të korrupsionit i cili desh e pa desh ndikon në zhvillimin ekonomik të një vendi. Se në mënyrë hipotetike po them Kosova si një vend i ri me 2 milion banor nuk është as pak e vështirë për cilin do të qoftë vend, qoftë rajon apo më gjerë, të jetë një vend ku mund të investojnë dhe të shohin frytet edhe popullata e këtij vendit, por edhe investitorin nga jashtë. Se është një vend jo i madh me një sipërfaqe prej 10.000 kilometrave katror dhe me banor prej 2 milion, nuk është vend i madh dhe nuk është vështirë të ngritet në këmbë Kosova, por ajo që ka bën situatën më të rëndë është krimi i organizuar dhe korrupsioni, për cilin fatkeqësisht muin që shkoi e kemi marrë në shkrim gjithë kuvendi i Kosovës, qeveria, nga vendet e Bashkimit Evropian një dokument që thirret të raporti progresit, ku Kosovën e cilëson si shtetin me shkallën më të lartë të krimit organizuar dhe të korrupsionit. Po, a ka rrugdalje për shërimin e kësaj dukurie negative? Po, mendoj që duhet rrugdalja të jetë në 3 aspekte. Në radhë parë duke filluar nga gjeneratat e reja, se ne nuk po mendojmë të bëjmë sot për sot, po mendojmë për të ardhmen. Nga gjeneratat e reja duhet në shkollat e tyre fillore dhe të mesme të inkorporohet komponenta e edukimit. Ne kemi ligjin për arsimin parauniversitar. Fatkeqësisht kemi shumë të theksuar komponentën për arsim, por jo për edukim. Na mungon edukimi mirëfillt, qoftë ai fetar, shpirtëror, i cili pa dyshim është shtylla e shoqërisë tonë, i cili qysh mosha të hershme e mëson. Shpeshherë keni ngritur zërin. Po, kjo ka qenë, kemi pasur amandamente, shtesë kur ka ardhur pikërisht ai projekt ligji është refuzuar, nga se komponenta fetare, edukimi mirëfillt fetar është një motivim, është një shtytje më e madhe që njeriu të vëdësohet, jo vetëm në aspektin e luftimit korrupsionit, por gjitha fenomeneve tjera negative që ndodhin në vendin tonë. Kjo është e para, kjo është rruga më e mirë, më e sigurt dhe më afatgjate që do të ketë frytet e veta përmes inkorporimit komponentës edukative, do thotë kur jemi te komponenta edukative duke komponentën edukative fetare, më pastaj vjen komponenta tjera edukative, që të vëdësohen brezat e risa i përket përgjegjësisë që do ta marrin në momentin kur u besohet një detyrë. E para, e dyta, mënyra e dytë është zbatimin e legjislacionit të cilin ne kemi, por jemi duke e reformuar vazhdimsi, nga se jemi në vazhdimsi në bashkëpunim me vendet e Bashkimit Evropian, zbatimin e këtij legjislacioni që kemi, zbatimin e masave të duhura dhe atyre që janë të thirrur ta luftojnë korrupsionin, pikërisht në pozitat kyçe të emërojmë njerëz përgjegjës, të cilët me përgjegjësi dhe me integritet të lartë profesional dhe moral e zbatojnë urdhat e tyre. Dhe për fund na thoni se cila është porosia juaj për individin, shoqërinë dhe leadershipin? Porosia ime është se secili individ kur i besohet një detyrë, detyrën duhet ta konsideroj si përgjegjësi dhe jo si privilegj. Nga se në momentin kur detyrën tonë, obligimin tonë e konsiderojmë si përgjegjësi, atëherë jemi më të përgjegjshëm ndaj vetvetes tonë, ndaj shoqërisë tonë dhe ndaj vendit tonë. Ndërsa në momentin kur e konsiderojmë si privilegj, atëherë zhytemi në joshje të cilat vijnë nga detyra apo nga njerëzit të mënyrë të jo të drejtë për drejtë. Prandaj kjo është porosia ime kryesore që në radhë të parë, çdo gjë që na besohet, ta kryejmë me dinjitet, ta kemi parimin bazë. Kjo është parimi i cili është çelësi i suksesit tonë, ai është llogaridhënia para Zotit. Çdo njeri duhet me llogarit veten para Zotit, se si është, pastaj llogaridhënia para atyre që ja kanë besuar detyrën dhe para ligjit të gjitha faktorëve tjerë relevant. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, rikthyehem në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit. Pas kësaj interviste do të prekim disa çështje të tjera. Hoxh, cila do të ishte mënyra më ideale për ta evituar nga individi dhe shoqëria këtë dukuri negative? Janë disa mekanizma që mund të ndikojnë, do thotë për ta ndryshuar shoqërinë apo për ta minimizuar çështjen përhapjen e mitos në një shoqëri. Ndërto është e para, do thotë vetëdijsimi i njerëzve se vërtet, do thotë kjo vepër, do thotë është nga veprat e ndaluara nga mësimet islame. Jo vetëm në mësimet islame, po pothuajse të gjitha fet, do thotë e trajtojnë si diçka jo të lehtëshme dhe diçka, do thotë, të urrëtur dhe të keqe. Prandaj neve si musliman duhet vazhdimisht, do thotë,
ta sensibilizojmë opinionin se vërtet do thotë kjo përhapje apo kjo vepër është do thotë nga veprat të cilat në mësimet islame janë të ndaluara. Edhe personi I cili bën kët ka bërë mëkat sikurse mëkate të tjera të ndryshme të cilat ka mundësi me I bën një musliman, edhe jo vetëm bërja një mëkatit, po konsiderohet prej mëkateve të mëdha, për arsye se nuk është një mëkat I thjeshtë sikurse mëkate të tjera, po është nga mëkatet për të cilat besimtari do thotë I tërhiqet vërejtja apo mund t'i nënshtrohet edhe dënimit shumë të madh nesër në ditën e gjykimit. Dhe kjo është do thotë vëdësimi do thotë për këtë dëmin e këtij mëkati nga aspekti fetar. Po gjithashtu edhe nga aspekti shoqëror, vërtet duhet të kemi mekanizma me anë të së cilave neve I sensibilizojmë opinionin se përhapja e këtyre veseve në shoqëri e bëjnë do thotë që një shoqëri të mos jetë efektive, mos jetë do thotë përparimtare, për arsye se fillimisht do thotë kjo e bën që njerëzit të arrijnë apo të shkojnë do thotë në pozita të cilat faktikisht ata nuk I meritojnë vetëm për shkak se me anë të dhënies së mitos ti realizojnë do thotë synimet e tyre, dikush ndoshta të arrijnë në ndonjë pozitë të udhëheqjes e kështu me radhë, me anë të këtij fenomeni dhe kështu të vi do thotë situata që në shoqëri të bëhen do thotë përgjegjës dhe të bëhen udhëheqës njerëz të cilët faktikisht nuk janë meritor. Dhe kjo faktikisht edhe po ndodh dhe kjo është aktuale dhe e shohim me sytë tanë se shumë raste ndodhin kur dalin skandale të ndryshme, vrejmë se shkaku I skandalit është ose mos eksperienca e personit përgjegjës, ose edhe shkaku se në atë pozitë ka ardhur një person jo adekuat me anë të njoftësisë apo mitos të cilën e ka dhënë. Pastaj këtë duhet ta vazhdimisht ta bëjmë me anë të sensibilizimit të opinionit se çdo formë do thotë e legalizimit apo hapjes së dyrëve do thotë të dhënë, domethënë korrupsionit apo dhënies mito e kështu me radhë e bën që një shoqëri mos të jetë një shoqëri që synon do thotë në ato gjëra ideale, po mbetet një shoqëri e cila e han vetveten e vet në këto do thotë me këto vese të këqija dhe vazhdimisht stagnohet do thotë për përparimi I saj. Po pajtoni me deputetin Kelmendin në momentin kur e përmendi se kjo çështje duhet të bëhet, pra duhet të edukohen më shumë edhe nxënësit nëpër shkolla, pra u mungon edhe edukata e duhur. Po gjithsesi, prandaj edhe sensibilizimi I opinionit, pastaj vetëdijsimi I tyre, qoftë do thotë nëpër shkolla, qoftë do thotë me emisione të këtilla, ndoshta edhe duke tregu do thotë edhe shembuj praktik ndikojnë shumë do thotë që njerëzit do thotë vetëdijsohen karsi. Përmend gjithashtu edhe përgjegjësia para Zotit në ndonjë emanet. Po faktikisht unë edhe prandaj I parapriva kësaj dhe thash që ajo çka është faktikisht nëse e shohim do thonë përgjithësi neve në çësia e njerëzve ndaj atyre ligjeve të cilat vendosen nga ana e institucioneve të ndryshme, për me qenë ato ligje efektive, duhet fillimisht do thotë bëhet një vetëdijsim I opinionit se ai ligj është për të mirën e tij. Përderisa nuk realizohet edhe nuk arrin të vetëdijsohet do thotë shoqëria se ai ligj nuk është është vendosur në shërbim të tij, atëherë edhe çdo formë njerëzit do thotë do të tentojnë do thotë ta shkelin atë ligj. Mirë, po përderisa një shoqëri bindet se ai ligj I vendosur nga institucioni është për të mirën dhe në shërbim të popullit, atëherë fillon do thotë edhe respektimi I atij ligji. Prandaj para se të vendosin ligjet ashtu siç janë do thotë disa rregulla dhe ligje karshi dënimit të personave të cilët marrin mito, posaçërisht persona të përgjegjës, para kësaj duhet bëhet një sensibilizim dhe vetëdijsim do thotë paraprik kësaj vetëdijsimi I opinionit se vërtet këto veprime janë gjëra të cilat ndikojnë keq mas pari do thotë në fenë dhe në besimin e një njeriu, pastaj gjithashtu edhe në përparimin e një shoqërie. Nëse një njeri e kupton këtë dhe është I bindur në këtë, atëherë ai shumë vështirë do të arrijë do thotë ta shkel do thotë këtë ligj. Mirë, po fatkeqësisht tani shumë njerëz nuk kanë këtë nivel do thotë të vetëdijsimit, e tëra çfarë shohin është me sytë e tyre se njerëzit të cilët japin mito arrin në qëllimet e tyre
për dallim që ata njerëz të cilët ndoshta e stopojnë veten nga kjo, mbesin do thotë në pozita të palakmueshme. Dhe ky është ai modeli që ata e shohin, prandaj edhe shohim shumë njerëz ndoshta ju duket shumë e thjesht kjo, madje edhe ndoshta diçka e domosdoshme për me qenë me dëpërtu në shoqëri e kështu me radhë. Prandaj neve nevojitet sjellim mas pare modele konkrete të suksesit, pastaj edhe në të njëjtin kohë të bëhet sensibilizimi se vërtet këto veprime ndoshta në formë individuale dikush mund të arrijë diçka, por shoqëria si shoqëri pson dhe humb dhe dëmtohet. Hoxh, fati i popujve të mëparshëm që kanë ngjashmëri me ne në këtë fushë a përmendet në librat e fesë? Po, përmenden në librat e fesë në shumë shembuj, ndërto është kur Allahu xhalla wala në Kur'anin famlar kur u tërheq vërejtjen apo i qorton ehlul kitab, i thtarët e librit, posaçërisht do thot një grup i çifutëve, ju tërheq vërejtjen edhe për këtë vest të keq të cilën e kanë pas, ku u thuhet akaluna li suht. Domthon njerëz të cilët e hajnë do thot këtë miton. Njerëz do thot që ja legalizojnë vetes kët. Prandaj edhe është një shembull në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një shok, një sahabi i të dërguar ton Muhamedit, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, dërgohet apo delegohet nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si udhëheq shteti, dërgohet në një vend që ka pas emrin Khaybar, dhe ajo ka qenë një lugin që në të ka pas shumë fryte, rendimente, ajo tokë ka dhanë. Do thot njerëzit kanë mbjell, do thot kopshte të ndryshme të palmave e kështu me radhë, dhe atë vend e kanë pas në dorë një grup do thot i çifutëve që kanë jetuar në Medinë. Dhe kanë qenë të obliguar do thot që të japin do thot një pjesë për shkak të shfrytëzimit asaj toke, të japin një pjesë do thot nga të ardhurat bujqësore të cilat i merrnin, do thot të japin do thot për shtetin e asaj kohe islam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si udhëheq shteti e dërgon në atë vend për të marrë do thot atë pjesën që i takon do thot për shkak shfrytëzimit të asaj toke, dhe këta banor nga ajo lakmia tepër nga ajo pasuri të sin e fiton nga ajo kanë dashur do thot me korruptu këtë person Abdullah ibn Rawahan, edhe i kanë thonë dëgjoj ne po të dhojmë nga pasuria që e kemi do thot dukati e kështu me radh, me kush që ti na zbutësh do thot atë pjesën që duhet me dhanë ne për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Abdullah ibn Rawaha në fund shumë të ashpër refuzon këtë dhe thot ne muslimanët në asnjë formë nuk pranojmë marrjen e mitos, për arsye se vërtet pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se çdo pjesë e mishit i cili rritet do thot nga ngrënia e ushqimit do thot apo nga ngrënia e mitos do thot do të jetë shkatruese në zjarrin e xhenemit. Pastaj është edhe rasti kur një khalifja Omeri radiallahu ta'ala anhu i njohur do thot khalifja e dytë i muslimanëve, kur i dërgonte udhëheqësit nëpër qytete dhe seli të ndryshme të shtetit islam në atë kohë, u tërheqte vërejtjen që në asnjë formë mos të pranojnë dhurata. Mos pranojnë dhurata dhe tregohet në formë në histori se shumë njerëzve që i kishte dërguar me mision do thot si udhëheqës të provincave të ndryshme, shumë herë u ka marrë do thot dhe u ka konfisku pasurinë që e kanë fituar vetëm si rezultat do thot që asaj që ka pas disa keqpërdorime dhe si dënim ndaj tyre i ka u ka marrë pasurinë duke u thënë atyre, dhe kjo është ajo fraza që un atje ju kum dërgu si udhëheqës e nuk ju kum dërgu si tregtar apo si biznesmen që ju të fitoni pasuri dhe të shfrytëzoni pozitën për me ardhur deri te pasuria. Prandaj tregohet edhe nga vet një udhëheqës i muslimanëve Umar ibn Abdul Aziz që është më i vonshëm, me një rast ka qenë udhëheqës i muslimanëve, i është ofruar një dhuratë. Dhe ky e ka refuzuar, ka thënë nuk e marr. Dhe njerëzit i ka thënë si nuk e pranon dhuratën kur prej sunetit, prej traditës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë kur dikush Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka dhuruar diçka, nuk ja ka refuzuar, e ka pranuar dhuratën. Dhe me një fjalë kanë akuzuar se ti nuk po vepron atë që e ka vepruar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë kjo për arsye se për Muhamedin sallallahu alajhi wasallam ajo ka qenë dhuratë, kurse për mua është mito. Se dikush dëshiron mu me më dhuru diçka,
që të përfitoj nga pozita ime që të përfitoj diçka. Prandaj çdo formë e pranimit të dhuratës nga ana ime si udhëhes shteti nënkupton do thotë edhe pranim i një mitoje për me realizu apo një interes që synon ai i cili e jep atë dhuratë. Prandaj këto shembuj shumë qartë tregojnë se vërtet anën tjetër do thotë ka pas njerëz, popull të ndryshëm të cilët vërtet tek ta është përhap do thotë ky fenomen në fund të përgjithshme, edhe shohim se si Islami me shpallje dhe me në mësimet e para i ka dhënë do thotë një kufizim shumë qartë kësaj, duke i vetëdijsuar muslimanët se ky veprim dhe ky ves në asnjë formë nuk duhet me qenë pjesë e veprimtarisë së një muslimani të sinqert. Dhe për fund hoqë do të shtoni edhe diçka? Keni parasi? Kisha shtu vetëm atë që vërtet unë thash edhe në fillim në kohën mitoja nuk është një ves i përhapur apo njohur vetëm kohën tonë. Ka qenë njohur në fillim të ekzistimit dhe njohjes së njerëzve. Por tek ne nuk ka qenë i përhapur. Por tek ne është tash, posaçi në kohën bashkëkohore, shohim do thotë disa forma dhe metoda të mitos që po përhapen, që fatkeqësisht në shiqim të parë janë atë shumë të rregulluara dhe do thotë të zbukuruara që shumë njerëz në ndërgjegjësinë e tyre mund ta nënkuptojnë se është diçka shumë e thjeshtë. Mirë, po në fakt ajo është do thotë mitoja e qartë në mësime islame. Prandaj them, domthonë porosia ime është që njerëzit të vetëdijsohen dhe ta kenë parasysh mas pari përgjegjësinë ndaj Allahut të Madhërisëm dhe ta kenë parasysh se vërtet pasuria është diçka që vjen dhe shkon dhe vërtet nëse njeriu don me pas një jetë të rehatshme, një jetë të qetë dhe konform mësimeve islame dhe në anën tjetër don me qenë i pastër mas pari para krijuesit të tij, Zotit të plotfuqishëm. Pastaj edhe karshi njerëzve tjerë, edhe karshi do thot opinionin në përgjithësi, le t'i largohet këtij vesi, posaçërisht ata njerëz të cilët kanë pozita, për arsye se vërtet ndoshta në fillim i duket se nuk po e sheh askush apo i duket që diçka që s'ka mundësi do thot në asnjë formë do thot të zinet, po le ta kuptoj se vërtet dëmi i asaj do t'i vi qoftë edhe pas një kohe. Hoqë falenderojmë që ishim në sonte në emisionin Zëri i Arsyes. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe gjithashtu ju përgëzoj për trajtimin e këtyre temave shumë të nevojshme për shoqërinë tonë. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, kjo ishte e tëra për emisionin e sotëm Zëri i Arsyes. Mirupafshim emisioneve të tjera. Asalamu alaikum.